në këtë histori. Jo, një sekondë, Telnis, se ka një gjë që nuk më shkon tek arsyetimi deri në këto momente. Po dëgjoj. Pse do duhej një punonjës e nivelit të ulët të një bashkie të vockël fare si Këlqyra t'i ofronte të dhëna sensitive një drejtuesi politik të një bashkie tjetër i cili në fakt për shkak të kozgjatjes në pushtet i ka ato të dhëna vetë njërë. Se e ka shkel ligjin që përpara nëpërmjet patronazhimit dhe dhënave. Gjithë mazhoranca bashkë me Tërmet Peçin si drejtues lokal. Kjo është pikë shumë e mirë. E tu shtebi gjithçesi. Zoni janë në fjalë, është vetë ofruar, po të marrë meritat e saj. Ndërkohë Tërmet Peçi e mbulonte zonën e Këlqyrës si kandidat. Kishte përveç të Pelenës, ishte edhe patronazh, edhe zonën e Këlqyrës. Ndërkohë ai Peleni e kishte të garantuar në fjalë, ato që i duheshin. Madje ai e kishte arritur deri edhe në Gjirokastër. Nga ana strukturore, ai ishte shumë i organizuar. Sepse duhet të kuptojmë diçka. Në jug të Shqipërisë, kandidaturat që pasuri Partia Socialiste ishin shumë të dobta. Po edhe Tërmeti nuk është se është në kandidaturë që mund të bësh shkullësh flokët. Më letë ta marrë deri në fund si duhet të futemi në botën e atyre se si e kuptojnë pse duan Tërmetin dhe nuk duan këta pjesën tjetër të ata. Tashi e duan Tërmetin, më dëgjoj, mos futemi te këto, e duan Tërmetin, një njeri që vetëm në javën e fundit u zbulua që ka vjedhur 20 milion euro, ajo më duket skandal seksual shumë i rënd se qa mund të bëhet poshtë urës lekrit. Duhet të kuptojnë diçka, duhet të kuptojnë terenin. Po terrenin e kuptojnë, janë të vjedhur, janë të varfër. Hajde t'i blejmë me shumicë, me kile. Po pra, dhe i vedni një me besu, ata zëllë të kike më të vogën, dhe kike më vogën që Tërmeti. Nuk ishte një kandidaturë që e u shpik, dy kandidatura që u shpikën nga Azjeja. Kandidatura e Tërmetit dhe kandidatura e Gjirokastër. Ata që kandidaturat që u shpikën nga Azjeja. Edhe Gjirokastër nuk janë shumë të njëllë me religjë, janë të njëllë me Parti Socialiste. Dhe i vetë njëri që përfaqëson të Parti Socialiste ishte Tërmet Peçi. Apo thua për konfliktin brenda PS-s? Nuk thë që të... Po, konfliktin brenda PS-s po flasë, për datë të që Tërmeti ishte shumë i avantazhuar. Edhe elektorati beson më shumë Tërmeti se sa i beson me... Okej, dhe çfarë solli kjo? Po të dëgjoj. Dhe çfarë solli kjo situatë politike? Kjo solli situatë dorë jashtë kontrollit. Dhe askush nuk dini çfarë bënte dhe ku duhet të mbështetesh. Edhe gjithë drejtuesit lokal dhe rajonal u rreshtuan pro Tërmetit. Edhe këtë turn, me këtë lloj nisme, edhe kjo zonja doshte të Tërmetit me ajo me jetë e saj. Edhe bëjnë të gatë, sepse largimi nga puna, e të shkosh te kura për të dozuar punën, ka një protokoll. Kjo punojësja që u largua nga vendi i punës. Një sekond, Telnis. E kuptuam. Një sekond, Telnis. E kuptuam këtë pjesë. Tashi, kur merret ky zhvillim dhe transformohet në një skandal seksual sipas teje dhe nga kush? Transformimi seksual do të themi një gjë. Ishte çaj që ka thënë Tërmet Peçi. Përgatit familjen, i kanë thënë. Sepse shumë shpejt ti të gjithë këtë dolli do ta fakturojnë si kur ka qenë një marrëdhënie seksuale. Dolli ashtu siç i kanë siç e përfiton. Pa kaluar 24 orë, kjo u paraqis si një marrëdhënie seksuale për të shmangur ajo që ishte më e rrezikshme më theksoria. Që një punojës e administratës ka vajtur në urën e legët për të dozuar të dhëna sensitive të qytetarëve. Po prapë nuk më del llogaria